Edhe 6 vite pas aksidentit tragjik të Gjegjenit, pamjet e atij aksidenti vazhdojnë të mbeten të freskëta jo vetëm tek familjarët e viktimave, por edhe tek të gjithë banorët e zonës së Gjegjenit. Përkundër pasojave të rënda të këtij segmenti rrugor, ende askush nuk ndërhyn, ndërsa banorët vijojnë të vuajnë pasojat e mungesës së sigurisë përgjatë këtij segmenti rrugor. Të afërm të viktimave të këtij aksidenti, por edhe banorët të zonës edhe këtë vit u mblodhen në vendin e tragjedisë, duke mbajtur një minutë heshtje, duke vendosur kurora me lule. Edhe në këtë përvjetor, thirrja e tyre vetme ishte drejtuar qeverisë që të mbante premtimin për të ndërhyrë në rikonstruksionin e rrugës, që po merr rrjet njerëzish. Para 6 vitesh në këtë aksident, fatkeqësisht 2 vëllezërit e mi, domethënë, kanë vdekur dhe normal edhe gabim njerëzor mund të ketë qenë, edhe si pasojë e infrastrukturës, edhe qeveria por, edhe etazhes, të gjitha kanë premtuar që do të bëhet kjo rrugë dhe as nuk ka pas asgjë konkrete deri tash. I bëjmë thirrje qeverisë, ndërhyjë në këtë rrugë, bëjë diçka për këtë rrugë sepse u bën 6 vite dhe kush s'ka vu dorë. Të vënë dorë në rrugën automobilistike këtu, domethënë, sepse rruga nuk ka asnjë ngjyrë. Premtimet kanë qenë slogane nga gjitha pushtetet, ato që ikin e këta që erdhën. I bëj thirrje shtetit të marrë masa. Mund ndodhen nga çastim çast të tilla aksidentesh. Me qëllim që të mos kemi më fatin atyre që kanë rënë këtu, na ndërtojnë rrugën, të mbajnë premtimin e mos kena më tragjedi të tilla. Jetët e humbura të Arsenit, Edonës, Adelës, Gjovalinit, Franit, Paulinit, Mimozës, Martës, Almës, Prengës, Lavdijes, Zefit, Ademit dhe Marijes, duket se nuk mjaftuan që të kumbonin në veshin e shurdhër të qeveritarëve, që gjithnjëve që kanë premtuar duke mashtruar. Fatin e këtyre viktimave mund ta pusojë çdo kush që kalon në atë rrugë, kurbanit të cilës ndër vite janë më se 30 njerëz. Viktimat e aksidentit të Gjegjenit nuk duhet harruar. Ata janë gjaku i derdhur i premtimit të pambajtur deri aso kohë, por edhe gjaku që thërret me ushtim mes malesh, që fati tyre mos të përsëritet kurrë më.